Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt. Jemi në pjesën e dytë dhe të fundit të programit. Vazhdojmë diskutojmë dhe ngrem pyetjen kush po proteston në Tiranë. Sigurisht nuk lëm pas analizën e thelluar që vjen nga profesor Bino në lidhje me atë që ndodh në Zvërnes. Ne jam bashkuar në panel zoti Kolindo Vjerda, aktivist nga Qendresa Qytetare. Kënaqësi, mirëmbrëma. Mirë se erdhët, se gjithashtu edhe aktivisti Zydion Vorpsi, siç njihet nga të gjithë joni. Mirë se vjen, kënaqësi të jemi së bashku. Është me ne në studio edhe kolegu im gazetar i News 24, i cili ka ndjekur hap pas hapi zhvillimet e kësaj proteste, Renaldo Saliani. Mirëmbrëma, Renaldo, kënaqësi të jemi së bashku dhe të ndajmë këtë studio. Pyetje për të dy është kjo, u hodhi ideja ose u ftuat nga kryeministri në reagimin e tij në Facebook që është gati për të dialoguar e për të folur me ju për çështjen e Zvërnesit. Pastaj në protestë dëgjova të artikulohej po prej jush, pra prej një nga protestuesit, se kjo gjë nuk do të ndodh. Pra ju nuk do të dialogoni me kryeministrin. Nuk keni rënë dakord së paku. Apo jo, kështu është? Se nuk doni të dialogoni? Si fillim, ne kërkojmë heqjen atyre makinerive, pra jemi në një situatë komplet tjetër. Kryeministri thotë hajde dialogojmë, ndërkohë që aty ka makineri që janë pa leje, nuk duhet të jenë aty. Eskavatorët e keni fjalën edhe? Eskavatorët, teli me gjëmba? Po teli patjetër, domethënë gardi, kamionat, ekskavatorët, buldozerët. Janë aty. Ato janë aty, po ndërhyn. Janë prej muajsh aty. Po, gati një muaj, prej një muaj janë dhe po ndërhyn brenda zonës mbrojtur, po shkatrojnë pjesë të rëndësishme të habitatit dhe pastaj thuhet s'ka projekt, pastaj hajde të flasim, domethënë janë dy botë paralele në një farë mënyrë. Këte jemi në një situatë palishmërie ku autoritetet duhet shkojnë dhe të ndalojnë dhe të konfiskojnë mjetet, ndërkohë i KMT-ja deri dhe bën një justifikim, thot ka leje dhe nuk nxjerr leje prej një muaj tashmë. Kryeministri thotë do jetë një investim shumë i bukur, 4 miliardë euro, hajde flasim për atë, po projekti nuk është, pra është një lëmë shaq i madh. Ka një mungesë transparence në përgjithësi, thoni ju. Kryeministri në 24 orët e fundit 3 herë ka ndryshuar qëndrimin e tij. Në radhë të parë tha edhe unë do protestoja kundër kësaj qeverie, kësaj mënyre të trajtimi, pastaj tha ky projekt do të zhvillohet për sa kohë të jem kryeministër dhe pastaj ju rikthye hajde flasim, hajde diskutojmë. Dhe në një terren kaq të pasigurt, aq më tepër pastaj po të hyjmë asaj për të kujtuar protestat e tjera të organizuara nga qytetarë, studentët e tjerë me radhë, ajo që kemi parë është që sa herë është negociuar, janë vendosur disa pika, po sot asnjëra prej tyre për mos thënë pjesa më e madhe nuk janë zbatuar. Prandaj një formë apo një tjetër dialogu është shumë i thjeshtë, dialogu është aty në shesh, mesazhet janë transmetuara, kërkesat janë të qarta dhe padyshim të artikuluara nga ekspert, të artikuluara nga mjedisor, nga aktivistë të cilët e kanë prekur dhe nuk e kanë prekur vetëm në këtë periudhë. Për shembull, Joni mund ta thotë shumë më mirë, apo ekspertë mund ta thonë shumë më mirë. Janë aty për një kohë shumë gjatë, që në momentet e para kur kanë filluar hapat e parë. Po çfarë ju bëri ju të ngriheshit tani, pikërisht tani? Kush ju organizoi juve? Ishte shumë e thjeshtë. Makineritë u futën, pa ndodh asnjë diskutim për projektin, pa ndodh asnjë lajmërim, nuk ishte një proces konsultimi, pra ishte lajmëruar që do bëhet një projekt, apo jo. Por ka procedura tjera që ndiqen. Digjesa publike, për shembull mungoj. Po, patjetër. Mbaj mend një herë ministra e mjedisit më përpara, Mirela Kumbaro, tha, çdo kush mund vizatoj për qefin e vet, nuk do të thënë që projekti është aty. Pra, se të tjerët publikojnë rendera, nuk do të thënë që ajo ka ardhur në tavolinë, për më tepër që autoritetet, ministria dhe AKZM-ja deri vonë, deri para 2 muajsh, 3 muajsh, kanë thënë në takime që nuk ka një projekt, nuk na ka ardhur në tavolinë. Pra, gjithmonë pritej që të bëhej konsultimi dhe të jepeshin gjithë argumentat e gjitha. Vazhdon thuhet diçka e tillë, edhe kryeministri tha nuk ka një projekt. Po, ndërkohë aty u futën makinerit, pra në momentin që u futën makinerit, u denoncua si çdo palishmëri tjetër. Nuk dihej se kush ishte, pra tani po tek makinerit joni, atje është hedhur beton. Është jo vetëm po. Atje është hedhur betoni, me betoni janë prishur dunat, janë prishur folet ku folezojnë breshkat. Atje dëmi në këtë moment që flasim edhe me kaq sa është punuar, se unë shkova e pash nga afër, nga sa mund të shihja përtej gardit, atje dëmi është i parekuperueshëm që tani. Imagjino nëse do të vijoj puna atje. Nuk jam këtu thjesht si ekspert i mjedisit, po jam edhe si aktivist, se jam pjesë e asaj proteste. Po, e di. Nuk mund të ketë bisedime për sa kohë ka agresion.
Ne po t'i kthehemi rastit të diskutimeve Iran, SBA, Izraelit të tjera, apo Liban e tjera, gjithë thonë ndaloni agresionin, pastaj tynë bisedime. Bëhet armëpushim, pastaj negocion. Për sa kohë, makinerit janë aty, rrugët janë aty, makinerit dërtojnë, makinerit gardi ekziston, gjithçka ekziston, jemi në formën e agresionit. Nuk mund të ketë bisedime për sa kohë ka agresion. Largo agresionin dhe pastaj hajde mund të flasim. Profesor, si organizuat ju? Me që ma rikujtua që jeni edhe në rolin e aktivistit këtu, po, edhe pse mua unë me ëndje, po doja të dëgjoja analizën tuaj ashtu si edhe publiku, në fakt. Në datën 30 prill. Si ndodhi organizimi? Në datën 30 prill unë kam qenë në zonë. Po. Dhe pash makineri pa fund, makineri kamion të rënd që përdorin rrugën e Akrënisë për të hyrë drejt dovorit të Akrënisë. Datën 30 prill. 30 prill, po. 30 prill. Mendoj që ndërhyrja mund të ndodhë dhe një ditë më përpara, se nuk besoj që numri i lartë i madh i makinerive që unë pash aty dhe strukturat e para ishin që atë ditë. Pra ata kishin hyrë dhe një ditë më përpara. Dhe me njëherë ne dham alarmin nëpërmjet rrjeteve sociale. Pra ne si organizat, AOS, Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë, dha alarmin për çka po ndodh. Pastaj kuptohet ka pati dhe organizata të tjera të cilat e dhanë mesazhin e tyre, ofruan foto pa fund dhe gjithë bashku organizuan. Pra, ishte, le të themi, ajo që duhet kuptoj reakcion, po nuk ishte një reakcion i çastit. Nuk ishte një reakcion i çastit sepse jo ishte i vazhdueshëm. Nuk ka qenë një reakcion i çastit. Ne kemi kaq kohë që themi që ligji i zonave mbrojtura janë menduar në 2024. I kthyer faktikisht për ligj për ndërtim në zonat e mbrojtura, ishte një ligj që do prodhonte këto rezultate dhe shoqëria civile ishte e gatshme që shikonte cilat ishte këto rezultate. Jo vetëm kaq, por kemi shkuar në gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese e quajti ligjin sipas formave të saj jo të kushtetues, por nga ana tjetër tha që ky ligj të japi funksionet e veta në terren, duhet të ketë këto vendimet më mbrapa që vinë. Dhe vendimi i parë që doli mund të jetë ky. Praktikisht tani ne kemi mundësi të kthehemi gjykatës kushtetuese të themi ja, doli vendimi që e bën ligjin të zbatueshëm në kundërshtim me zonat e mbrojtura. Do t'i drejtoheni, besoj. Pra, e keni në plan. Patjetër. Pra, ajo që duat kuptoj unë, Renaldo, më ndihmoj edhe ti tek sa, sepse e ke parë në terren ose e ke ndjekur hapasapi të gjithë zhvillimin. Pra nuk ka qenë reaksion i çastit, ka qenë i përgatitur shoqata mjedisore ishte minimizuar vetëm te shoqatat mjedisore dhe te aktivistët mjedisor. Pra nuk ishte e nxitur siç aludohet. Jo. A ka njerëz që janë infiltruar për qëllime të tjera dhe ju kanë nxitur juve, po e bëj pyetjen drejt për drejt tani, të organizoni një protest të këtyre përmasave, po apo jo? Jo. Kjo është pyetje retorike. Në gjitha format e veta, padyshim që çdo lloj proteste mundohet të hidhet vrerë, mundohet të frenohet, mundohet të gjehen, gjithmonë synojmë të gjejmë kush i financon, kush janë ato që janë pas protestës, por nuk besojmë se një grup qytetarësh, aktivistësh, njerëz të cilët janë të lidhur me reagimin ndaj mbrojtjes së habitatit, mbrojtjes natyrës, mbrojtjes një territori të caktuar, mbrojtjes së tokës shqiptare. Mbrojtjes së tokës, po ashtu të mblidhen dhe të reagojnë. Kur nuk reagojnë, themi ku është ky popull që nuk reagon. Kur reagojnë, themi kush është pas tyre. Ky reagim është përgjigje edhe për ato të cilët sidomos në këto muajt e fundit kanë aluduar ku është populli, pse nuk çojmë, pse nuk protestojmë, pse nuk reagojnë për kauza të ndryshme apo problematikat të ndryshme të cilat sot janë. Dhe pikërisht këto foto të cilat vijnë nga protesta, video që vijnë nga protesta, masiviteti është përgjigje edhe për ato të cilët e akuzojnë popullin shqiptar si mos reagues. Aq më tepër pastaj. Mos reagues ka qenë fakt, sepse politika ju ka thritur disa herë në shesh dhe nuk është se keni dalë. Unë mendoj që reagon atëherë kur duhet, për apo edhe mos prezenca është reagim. Padyshim. Përgjigje ndaj politikës. Kauza është qytetare. Kauza dhe ajo që ne kuptojmë sot, edhe nga thirrjet e protestës, është që një formë apo një tjetër janë të lodhur me aspektin politik partijak të gjës. Dhe qeverisë dhe politikës në përgjithësi. Dhe kjo është ajo e cila një farforme ka nxitur. Por duhet kujtojmë, protesta ka ardhur duke u përshkallëzuar edhe nga agresioni që ato ndolli pikërisht në protestë, një drejt kushtetuese e cila cënohet nga një polici private, një shtet i cili nuk arrin të mbrojë qytetarin dhe të sigurojë atij drejtën kushtetuese dhe është i paaft për ta mbrojtur nga një polici private që është pengmarrësi. Të gjitha këto janë bërë bashkë, duke shtuar edhe kauzës, duke parë edhe që kemi kauza të tjera të cilat janë të përhapura në territor që kanë pikërisht si qëllim mbrojtjen e pronës. Në vetvete kanë sjellë pastaj një akumulim të vazhdueshëm qytetar dhe ka prodhuar pikërisht këtë protestë si diçka mendoj reagim më normal i mundshëm që mund vinte. Po, Joni, kishe diçka për doja që ta qartësoja një herë mirë këtë pjesë se i kam dëgjuar këto aludimet media këtë ditë.
siç tha Kolindo, ka ardhur për shkallëzim, protesta parë ka qenë me 16 maj në zonë. Kur ne bëm protestën, ishim përballë gardit, kishte shumë video pa dëmi që është bërë në teren, pra ne u futëm në kantier brenda dhe aty kishte pemë të shkullura, duna të shkatruara. Njerëzit në Vlorë thanë ne nuk e dinim që pas ka makineri atje. Dhe ne pastaj morën shumë mesazhe, nuk e dinim që kishte protestë, nuk e dinim çfarë po bëj aty, dhe pastaj u kontaktuam dhe nga banor të zonës, që thanë nuk e dinim që, ose edhe që ishin në emigrim, persona që janë në emigrim, nuk e dinim që aty po ndodh kjo gjë. Në emigrim ku kryesisht? Nuk e di, pra njerëz që jetojnë jashtë Shqipërisë, dhe po janë në përvende ndryshme, Gjermani, Greqi, kudo. Nuk është se thjesht ishin persona që thonin, ok, ne jemi rritur atje, nuk e dinim që po ndodh kjo. Edhe pastaj organizua një protestë nga banorët, që ndodhi ajo që ndodhi, që dikush u mor zvarr, dhe nga ai moment pati, domethënë nga protesta e parë, pati edhe një protestë në Ministrinë e Mjedisit, ne prap na kontaktojnë e thonin pse nuk e dinim ne për protestën, duam vim, pra nuk i përgjigjeshim dot gjithë mesazheve, të cilat thonin që ne duam vim për një protestë për mbrojtjen e Vjosnartës dhe Zvërnecit. Kështu që dhe më pasi kjo ndodhi, kishte organizim, u futën shumë palët e tjera, pra jo vetëm organizatat mjedisore, dhe palët e tjera e ngritën më shumë, le të themi, pra kishte aktivizëm mbështetës tonë të tanët që janë në teren, që na vinë për aktivitete për mbjedhje për gjitha, ngritën alarmin dhe u përhap kaq shumë. Pastaj mori një përshkallëzim, VIP-at u ndërgjegjësuan. Po, ishte momenti i dhunës, ai që e bëri këtë kapërcimin nga protestat e organizatave mjedisore te protesta masive popullore. Po kishte protesta masive popullore, akuzave për infiltrim nga agjentura apo nga interesa të huaj. Ola, ka një gjë. Qesharaki kam dëgjuar dhe unë, po janë në një farë mënyrë për të mbuluar diellin me shosh. Praktikisht është vullneti qytetarë ai aty që shfaqet dhe s'ka se agjenturë që bën atë. Kushdo që ka dëshirë të vjen shesh mund të marrë fjalën. Kuptoj, po, Renate. E di si e dallojë një protestë politike nga një protestë qytetare? Nga pankartat. Kemi shumbujt e tërë protestave. Armët kimike, pankartat pushtuan rrjetet sociale dhe mediat në atë kohë. Se ishin pankarta shumë kreative, thirrje shumë kreative, në dallim nga thirrjet jo aq kreative të protestave politikës. Të partive. Protesta e studentëve gjithashtu kishte pankarta shumë kreative. Këto 3 ditë në protestë unë kam parë pankarta shumë kreative. Dhe vetëm këtu ti e dallon se këta njerëzit kanë ardhur me dëshirë në protestë, janë ulur, kanë shkruar një pankart, kanë menduar diçka, apo i ka nxitur dikush agjentura greke, ju ka thënë bëni këtë pankartën e bukur dhe dilni sot në protestë. Domethënë ky është një element ku dallohet një protestë politike e organizuar nga një parti politike, nga një protestë e organizuar nga qytetarët. Dhe ne i kemi shembujt se si janë organizuar protestat e qytetarëve. Çfarë ke vënë re aty, Renaldo? Rritje, po është shtuar patjetër, rritje shumë të madhe të numrit të protestuesve nga dita e parë. Sot është dita e tretë e protestës. Nesër do të jetë e katërta, në orën 18 mbledhjen sërish. Dita e parë kishte një numër të vogël njerëzish, fillimisht te drejtoria e policisë Tiranës, më pas u bashkuan qytetarë gjatë marshimit të përmyslimshyrë, derisa erdhën përpara Ministrisë së Brendshme dhe më pas te Kryeministria. Dje pati akoma më shumë qytetarë, sot ishte pothuajse 2 fishe atyre që ishin dje. Domethënë, në një moment unë isha duke raportuar dhe ishim duke arritur te Kryeministria dhe hipa në një nga ato bordurat, ndërkohë që pjesa e parë kishte arritur te Kryeministria, fundi ishte ende te Ministria e Brendshme i qytetarëve. Që shihej me sy të lirë. Që shihej me sy të lirë fundi i qytetarëve te Ministria e Brendshme. A ka patur çuna tentativa nga politika për t'ju bler? Kryesisht nga Partia Socialiste, për shembull, ka patur njerëz të cilët kanë dashur t'ju joshin me mënyra të ndryshme që t'ju largojnë nga kjo mënyrë të protestuarit? Më shumë me sa kemi parë është tentativa për intimidim, atë që përmendëm më përpara. Po jo e drejt për drejt, kanë fjalën t'ju vit dikush drejt për drejt, t'ju takoj edhe. Intimidim mase më shumë, pra deklaratat e agjenturave tuaja dhe kjo, vetëm kjo është intimidim, që është pa kuptim fare, nuk bën sens. Njerëzit kanë aq ndërgjegje sa që... Është pa kuptim sepse 2 pankartat kryesore që ishin te podiumi dje dhe sot, ishte një pankart Duam Çamërinë. Tani si mund të sponsorizoj Greqia një protestë ku kërkohet çamëria? Njëra nga pankartat ishte Duam Çamërinë. Sepse ndodhi një, ju e keni parë, e keni ndjekur artikulimin e Ramës ndaj Greqisë, pastaj kundër përgjigjet që erdhën prej andej kryesisht nga Cipras, pastaj një tjetër, pra
ka patur një dialog indirekt ose në distancë mes tyre, duke u ndalur tek shkelja e të drejtave të minoritetit grek në fakt, ose dhunimi i një prej pjesëtarëve të minoritetit grek. Po pyetja ishte ndjes, a ishte kjo përtej kësaj apo ishte vetëm për këtë? Ndaj dhe nisën aludimet. Pra, a ishte protesta që vazhdoi përtej konfliktit? Jo, artikulimet mes Ramës dhe Tsipras, pra Shqipërisë dhe Greqisë. Ndaleshin vetëm tek dhuna që u ushtrua ndaj një pjesëtari të minoritetit grek, pra ai njeriu që udhëroi zvarr, apo shkonte përtej kësaj? Po kam përshtypjen Ky ishte aludimi, kështu nisi. Detyrimi diplomatik është që kur një qytetar i vendit tënd dhunohet, aty ishin videot e tmerrshme, ato patjetër do bëjnë reagimet e veta për shkallëzimet. Pra janë marrëdhënie diplomatike, politike, secili i përdor. Ku ju nuk bëni pjesë, ju ndërkohë vazhdoni protestoni. Ne kemi vite, Orlandi ka 30 vite del terren, unë kam 11 vite, e dim qa veçantie kanë ato zona, e dim se sa të rëndësishme janë për të ruajtur, jemi munduar që gjitha organizat mjedisore ta ngrenë ndërgjegjësimin për këtë gjë, ka shumë njerëz që janë bashkuar ndër vite, ndërgjegjësimi qytetar është aq sa që në momentin që një zonë aq e egër dhe aq e bukur vjen në kërcënim pas një lajmërim, pra në mënyrë dhunshme, agresive, me përbuzje ndaj qytetarëve, pra është përbuzje, por edhe është përfillje që mos bësh asnjë dëgjesë, patjetër që njerëzit ngrihen dhe kur shohin dhe pastaj dhunën e atyre që ishin me atyre për masave. Po, dhe aty dhe njerëzit e tjerë janë kërcënuar, ta themi të vërtetën. Kush? Banorët. Patjetër. Nga kush? Personat që kanë qenë aty, security që ka qenë gjithkohës. Policia private do me thënë, ka kërcënuar edhe ata? Patjetër. Pra ka pas gjithkohës intimidimet të banorëve edhe atyre që erdhën që në protestën e parë. E kuptoj. Kështu që po përgjigja më e mirë, më fal, përgjigja më e mirë për ndërhyrje politike është vetë protesta, sepse protesta nga parullat dallohet qartë që s'është as për njërin as për tjetrin. Se i kundërshton të dy. Të dy palët, po. Tani unë mund mos jem dakord me thirrjet. Po, edhe të dyja palët kanë dalë kundër kësaj proteste, se edhe Partia Demokratike, zoti Berisha ka thënë që e mbështet këtë investim. Aq më tepër. Kështu që nuk ka ndikim politik. Protesta me thirrjet e veta ka bërë qartë që nuk e do politikën tjetër përfshirë në dhënien e mesazheve, po si qytetar çdo kush, pavarësisht që është pjesë e një partie politike, është i lirë të vi. Pra mund të jetë i pranishëm, por jo të ketë një fjalim. Në fakt edhe mund të ketë fjalim, mola se nuk është se kishte një protokoll për fjalimet. Kushdo që afroi atje dhe kishte diçka për të thënë sot, po vetë politikanët nuk e morën guximin të vetë politikanët, ata që ne njohim, nuk e morën guximin të ishin disa prej politikanëve. Zoti Sheaj, zoti Lapaj, Arlin Qori, aktivistët e Lëvizjes Bashkë kanë qenë në shesh, po askush nuk ka kërkuar protagonizëm dhe nuk ka kërkuar që të marrë fjalën, kanë qenë në shesh si qytetar. E kuptoj. Si do të ndalni ju? A mundeni do të ndalni atë që mund të ndodhë në Zvërnec? Besoni se mund të ndalni? Shiko, unë mendoj se po të vazhdoj protesta të këtilla për masave, të cilat e mbajnë këtë çështje të agravuar në diskutimet vazhdueshme në studio televizive, po ashtu edhe në diskurin publik, të jenë të këtilla për masave, qoftë në Tiranë, qoftë atje në vendin e ngjarjes, dhe të vazhdojnë dhe të kenë vazhdimsi. Kjo mund të jetë forma më e mirë e presionit cilën ti mund t'i bësh çfarë do lloj institucioni dhe qeverisë shqiptare sot, me kërkesat të qarta të cilat janë artikuluar dhe padyshim kjo vazhdon pastaj në vullnetin e qytetarëve. Për sa kohë qytetarët janë në shesh, shtohen çdo ditë, zgjidhin që të jenë në shesh, tregon se ato janë dhe duan ta ndjekin një kaos të tillë deri në fund. Pastaj padyshim që qeveria nga ana tjetër do bëj tentativat e saj për të çndruar, për të joshur qytetarët, për të shfaq apo për të intimiduar pjesën më të madhe të atyre që protestojnë. Kjo është përballja në cilën unë mendoj që duhet ja lëm sheshit, duhet ja lëm ditëve dhe duhet të presim se si do vazhdojë dhe do të artikulohen të gjitha palët në qoftë në protestë, qoftë edhe institucione. Po ndërkohë kryeministri tha që sa t'jem unë, ai projekt do të vazhdojë në Zvërnec. Ju trëm kjo? Pritet që ta thot, pra të ishte ju bën kjo, ju intimidon kjo, ju bën kjo që të riqeni apo? Pra kryeministri fillim duhet dali dhe të flasi për ato që janë pale. Kështë çmenduria që po ndodh. Janë ende pale dhe nuk është as IKMT-ja, as policia, as kush që t'i ndaloj.
patjetër kryeministri do thotë do vazhdoj dhe Kryeministri tha ka leje zhvillimi, a mund të futen makineri me leje zhvillimi në atë zonë? Po nuk është që leje në zhvillimit, edhe hajde flasim, ta nxjerrim, nuk është e pasbardhë. Leje zhvillimi është leje ndërtimi, por për një ndërtim që kryet në disa faza. Leje ndërtimi aty nuk ka. As leje zhvillimi nuk ka. As leje zhvillimi s'kemi parë. Pra aty Pra leje zhvillimi nuk është licencë për të futur brenda, nuk është leje për të futur brenda. Mund të biesh dakord me një koncept zhvillimi. Kryeministri tha me lejen e zhvillimit i lindë drejta pronarit tokës, ta rrethoj tokën. Jo, nuk i lind sepse s'ka vlerësim ndikim mjedis. Dhe rrethimi ka Mund të jepet leja e zhvillimit pa VNM? Vlerësim ndikimit mjedis? Jo, nuk mund të jepet. Nuk mund të jepet. Për sa kohë nuk ka vlerësim ndikimit mjedis, nuk mund të ketë leje zhvillimi. Ka interpretime të ligjit për planifikimin e territorit që ka lejen e zhvillimit dhe lejen e ndërtimit. Leja e zhvillimit është për ndërtimin e kryer në disa faza, pra është një leje ndërtimi për një ndërtim që kryet në disa faza, nuk mund të ketë leje zhvillimi pa vlerësim ndikimit mjedis. Ky është interpretimi im, besoj që edhe juristët, shumë juristë bien dakord me këtë lloj interpretimi. Nuk e di nëse mund t'i quaj aludime, po përdoren disa tok fjalë që unë po i lexoj tek këtu, që protesta po shkon drejt minimizimit, që njerëzit do vinë një moment, do lodhen, që do intimidohen nga çka artikulohet publikisht ditë pas dite nga kryeministri dhe kështu do të venitet gjithçka. Ju çfarë garantoni? Po ju çfarë garantoni? Se është dhe media këtu. Ne kemi dhënë garancin tonë. Se shiko, Paktë News 24 është media që e ka transmetuar nga fillimi, po vazhdon, po i kushton vëmendje, po vazhdon. Po flas për ju, flas për median E tërësi. kuptoj. Është teksuar në proteste që ka munguar kuptonoj. mbulimi mediatik. E kuptoj. Tani kesh një protestë kaq madhe të mbuloj media, që të mungojë mbulimi mediatik është e çuditshme se si mund ndodhi. Dhe mund të tregoj vetëm për interesa të tjerë më pas. Kështu që këtu duhet që dhe mediat i vërë gishtin kokës, ka aty thirrje për bojkotimin e medias, si binde që edhe ne mos vinim këtu, po është besoj që më mirë në të marrim pjesë të sqarojmë se sa të mos të tregojmë, po ama është detyrë e medias të pasqyrojë të vërtetën. Dhe për sot që flasim, besoj që ka hapat e para, po fillon media të shfaqet, por ka munguar. Çdo që vjen nga sheshi, të paktën në këto 3 ditë e kupton që nuk po zvoglohet, e kupton që numri i qytetarëve të cilët po afrohen, po njihen me kauzën, po i bashkohen kauzës, është në rritje, dhe padyshim unë nuk mendoj që duhet t'i japim përgjigje çfarë do lloj paragjykimi që mund të ketë. Ky ka qenë paragjykimi për të gjitha protestat që janë zhvilluar në këtë vend, që do blihen, do shiten, janë të blerë, janë të shitur, janë të financuar, etj me radhë. Por unë mendoj dhe prandaj e thash në fillim, duhet t'ja lëmë kohës, duhet ta shohim. Për sa kohë numrat janë shesh, për sa kohë njerëzit dhe aq më tepër pastaj diçka që është edhe më interesante, njerëzit duan të qëndrojnë në shesh. Pra njerëzit nuk duan që të ketë një pikë mbarimi të protestës, kërkojnë që të vazhdojë, kërkojnë që të qëndrohet aty. Kjo besoj është një thirrje e brendshme dhe ato thirrje të cilat kanë ardhur, nuk kanë ardhur të stimuluar, nuk kanë ardhur si thirrje nëpërmjet megafonit. Kanë qenë një pjesë e mirë e thirrjeve që janë sot në protestë, janë pikërisht të krijuara dhe të prodhuara nga vetë protestuesit. Çka tregon sa i vokacioni i brendshëm qytetar për t'u bashku pikërisht kësaj kauze dhe kësaj proteste është thirrje një pikë vlimi e cila ka mbërritur dhe shkon padyshim qoftë edhe përtej zvërnecit, shkon me arrogancën dhe mënyrën se si janë trajtuar të gjitha këto kauza nga ana e institucioneve dhe kjo arrogancë ka arritur në atë pikë ku reagimi qytetar është kthyer në revolt. Dhe pikërisht këtë revolt do e shohim të artikuluar në gjithë këto ditë në të cilat do zhvillohen protestat. Për sa kohë qytetarët do jenë aty, për atë kohë edhe protesta do ketë efektet e saj dhe do arrit bëjat presionin e mirë karshi institucioneve, karshi qeverisë, karshi kryeministrit, padyshim që... Cili është plani juaj? Pra, ju protestoni në Tiranë e zëm, nga e hëna në të premte dhe në fundjavë do të shkoni në Zvërnec protestoni, apo? Shiko, kjo është diçka që shpeshherë thotë cili është plani. Ajo çka është parë apo është në protestën. Çdo gjë spontane, vjen natyrshëm. Në protestën e parë është thirrur protesta e dytë nga sheshi. Po ashtu, duke parë që njerëzit dhe qytetarët e kanë kërkuar, është vazhduar kështu çdo ditë, duke i ftuar që të vazhdojnë dhe të bëhen pjesë çdo ditë. Padyshim planet janë që të protestohet edhe në vendin në cilin është ngjarja, pra është kryefjala, është atje ku është problematika dhe kauza,
Dhe besoj që ky është i vetmi plan që qytetarët për sa kohë do të vazhdojnë të jenë. Këtë protesta çdo ditë. Ajo do vazhdojë çdo ditë. Kjo është e vetmja. Për sa kohë qytetarët vetë e kërkojnë se kanë qenë thirrjet në protest sot, në përfundim protestës ishin nesër prap. E pash, nuk po donin të largoheshin nga sheshi. Madje edhe kur u mbyllën fjalimet, një pjesë e qytetarëve u ulën atje në shesh kryq, diskutonin me njëri tjetrin, takoheshin me njëri tjetrin. Kështu që për sa kohë qytetarët e kërkojnë. Dhe duke qenë se në këtë protestë nuk ka një organizator. Këtë protestë e organizojnë gjithë dhe nuk e organizon askush. Secili mban përgjegjësi për veten e vet dhe për prezencën e vet, por nuk është se ka një, po themi, një komitet drejtues të protestës që merr vendimet që ne e nisim në këtë orë, mbyllim në këtë orë, flet filani, nuk flet filani. Kemi këto pankarta, secili aty është spontane dhe e rregullt. Dhe mua më kujton shumë protesta. Paskaj shumë kohësh ne po shohim një protestë të paorganizuar, por shumë të rregullt. Unë dash një krahasim në panelin e parë që është i ngjashëm me dëshmitë e mia me lëvizje studentore të viteve 90. Atë lëvizje ne nuk e kemi jetuar, po unë flas për protestën ju se keni jetuar, po unë e kam jetuar. Protesta e studentëve ishte edhe në një pikë tjetër ngjan që e kishte fjalën ai që kishte një megafon. Edhe këtu janë disa persona që kanë megafon dhe ata duket sigur organizojnë protestë. Nuk e kisha këtu, e kisha që lëvizja studentore e viteve 90, unë kam qenë pjesë e asaj, për fat mirë isha në atë brez që qellova, edhe pjesëtar i grevës surisë. Pra lëvizja studentore u drejtua kundër politikës. Dhe kjo lëvizje është gjithashtu kundër politikës. Ne nuk flitet këtu për politikë majtë të djathtë, mesazhi që jepet është për te kësaj politike që e ka penguar Shqipërinë dhe demokracinë. Dhe kjo është një protestë me bazë mjedisore, por që është një protestë për qeverisjen edhe për politikën. Vjen një pyetje nga publiku. Megafonin e mbante dhe e menaxhonte i njëjti. Kush është personi që mbante megafonin? Ka pasur disa. Një nga megafonët e menaxhon Arbeni, mos gaboj, një nga megafonët e kishin sjell aktivistët e Lëvizjes Bashk, një megafon tjetër disa aktivistë tjerë që kishin ardhur, ishin 3 megafon. Kishte edhe foni. Sot kishte edhe një foni që erdhi në mes të protestës, një mikrofon edhe disa bokse që gjithsesi nuk dëgjoj shumë. Kush është ky person? Ma dërgon publiku. Një nga qytetarët. Si personazhi i cili mban megafonin gjithkohës. Pra ky është djali. Një ndër personat i cili është pjesë e atyre cilët e organizojnë, është pjesë e atyre cilët thrasin, por ajo që ka kam parë, nuk është se dikush që është afruar. Pra ky mund të konsiderohet organizator? Jo, ky është një nga protestuesit. Një ndër ato janë ndryshuar. Një ndër facilituesit e fjalëve aty, sepse po të shohësh të gjithë ata që janë mbledhur aty rreth rrotull, janë gjithë njerëz që duan të flasin. Po ta kapte foton 10 metra më tutje do ishte Arbeni me një megafon tjetër. Po ta kapte foton nga krahu tjetër i protestës do ishte një megafon tjetër që thriste nga krahu tjetër. E kuptoj. Kështu që ajo çka shohim. Po dikush duhet ta menaxhojë atë, duhet t'i japi tjetër. Se ata që flasin duhet zgjidhen për të mesazhin e tyre. Duhet jetë edhe fokusi diku. Për shembull, unë folej ditë, Arbeni ma dha megafonin, nuk e kishe privat, ma dha, edhe ja dha diku tjetër pas meje. Tani jemi në fund edhe profesor dua ta mbyll me ju për të kuptuar. Kaq sa është ndërhyrë në zonë. Ronaldo tha pak më parë janë dëmet të parikuperueshme. Dunat janë të parikuperueshme. Dunat që janë shkaktuar. Çfarë ka shkaktuar prezenca e atyre makinerive të rënda aty? Unë në atë raport vlerësimi ndikimi mjedis që pata mundësi shikoj, pata mundësi shikoj dhe këto çudirat që do shkatërrohen dunat, po mund të rehabilitohen. Tani dunat janë milione vjeçare, nuk mund të rehabilitohen në mënyrë jo të natyrshme. Kështu që shkatrimi i dunave është një shkatrim i përhershëm. Shkatrimi më i njëhershëm, i përhershëm edhe me efekte dikat më njëhershme. Shkatrimi i kanalit gjithashtu është shkatrimi pa kthyeshëm. Kanali është i menaxhuar nga njeriu, duhet thënë, se ai mbahet i hapur nga sektori peshkimit, gjithsesi ndërhyrët aty. Po ama edhe ajo rruga e aksesit me çakull e me gur në mes të plazheve ranore edhe dunave ranore është gjithashtu një dëm i parikuperueshëm. Dhe do të duhen shumë përpjekje për ta rehabilituar. Shumë përpjekje për ta rehabilituar. Dhe do të marrë shumë kohë, sepse dunat për ta ditur ju, në shumë vende ka ndodhur këto eksperimentet e shkatrimit dunave fillimisht për ndërtuar, pastaj për t'i krijuar kanë krijuar barriera të tjera dhe janë dashur shumë kohë për t'i rehabilituar dhe asnjëherë në formën e mëparshme. Dunat që ne kemi në Vjosnart janë duna pikërisht në ato zonë akronis që shkojnë deri në 5 metra lartësi ose edhe më lart. Dhe ato janë duna që janë ndërtuar në shekuj, njeriu nuk mund t'i bëjë dot ato. Pra dëmi aty është i parikuperueshëm. Për to. Po.
Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio, do kisha dashur ta vazhdonim edhe më, unë e di që ka shumë për të thënë, po jam e bindur që do ketë ditë plot në vazhdim dhe do të mundemi të flasim sërish. Faleminderit për prezencën dhe suksese në vazhdim. Faleminderit edhe ty, Renaldo. Faleminderit që na ndoqët edhe ju të nderuar shikues, natë e mirë.